epizodeve më të errta të dhunës ushtruar nga regjimi serb. Këto pamje, të cilat sot qarkullojnë për herë të parë publikisht, vinë nga arkivi personal i Esat Shalës dhe Esati jo për herë të parë, por mbase ka disa hera që vjenë në studiet e Kosova Today për të folur për gjithë atë pasuri kombëtare që e ka dhe ka arritur ta koleksionoj. Faleminderit shumë Esat që je sot prapë në program. Faleminderit juve. Dhe thash që një vlerë shtuar e historisë tonë, sepse me pasionin tëmë për të grumbulluar gjitha këto materiale që ke, më vjen mirë për këtë pasion që ke. Si dhe qoftë, janë pamje shumë të rënda, po mundohemi që të specifikojmë, të identifikojmë disa prej tyre që base nuk të razojnë edhe moshat e shtyera, njerëzit që mund të kemë probleme shëndet dhe fëmijët në këtë kohë, por ti ke parë krejt këto? Unë i këm po, por nuk janë të inqizime që janë publiku për herë parë kohën e fundit. Sepse këti kom publiku para 10 vjetë, para 15 vjetë, janë të njajta. Po besoj që populli nuk ka si një vedisun atë ku. Dhe po i shuhin si e parë këto? Po dhe ta shpishuhin se pe vrej dhe kohët e fundit që publikimet e mija në Facebook kanë me miliona shikime. Ma herët nuk kanë posë, nuk u kohë populli më mërmenja su kohë interesun, apo nuk u kohë njoftun. Po duke morë prasysh edhe mundësin cilat më kanë dhonë mu televizion të Kosovës, ku më arrit që me vidisua popullin për ato që ka ndodhë, jo vetëm viteve të 90-ta, në helmime ose në protesta, po 97-99. Saktë, në fakt, edhe këtu njësë gjithë shka në realitet. Kjo është një prej epizodeve që në një farë forme e zyrtarizon atë periudhë tërtë të shqiptare, Kosovës, që ka kanë kaluar njerëzit. Po mas pare në ma fillimisht të duhet mjaru 28 nënturin gjithë shqiptarëve, këtë që zindën. Ditëlindjen e komandant legjendare dhe mëshare dhe dalin publike të ushtrisë shqiptarët të Kosovës për herë të parë. 3 festa në një. 3 festa. Esati, ke takuar dikën nga kjo epizodi errët, ke pas rastin të shosh në një prej protagonistëve që ka përjetuar këtë? Po në prej orës 6 në mbrëmje deri në orën 11, mes natës 12, dhe më kam shumë mesazhe në Messenger, në telefon, vinë 100, 200 dhe 500 mesazhe çdo ditë, ku në mesin e tyre mesazhe ka edhe persona gjinisë femërore që më kanë lajmëruar mua, e që për fat keq si ka mundësia deri sot me fol asnjëherë para mediave ose me dhoni dëshmi edhe në shtetin e Kosovës. Ka shumë vojza, shumë nana sot që janë, që kanë për shembull janë pa gjymtyr, kohët që janë pa vesh, kohët që janë pa dorë për shembull, po që unë e di, po populli dhe shtetin ndoshta nuk është informuar. Esat përmendë ditëlindjen e komandantit legjendar Ademir Shari dhe sot më 28 nëntor, komandanti legjendar do të mbushte 70 vjetë. Sot do të kishte ditëlindjen e 70. Dhe kur foli me njerëz, sepse kemi pas një bisedë me një fotoreporter të luftës i huaj, dhe kam pyetur për Ademir Sharin, më ka thënë se ai heziton të fotografohej, nuk donte shumë të kishte fotografi të tij, xhirime të tij. Sa ke ti material për Ademir Sharin? Po na atë materialet të e kena posedu, e kena publiku. Kem disa materiale dhe para betejës të Marsit, po aty janë familjarë, nuk janë gjatë luftës, ka për shembull darsma të ndryshëm ku duken e familjarët. Ta janë më shumë private, se sa... Po private janë. Ta kanë thënë edhe ty që Ademir Shari nuk e kishte shumë qef fotografin? Apo ishin rrethana të tilla dhe s'janë mërzitur për çështje të tilla? Në atë kohë ka problem, nëse ke qenë 2 gishta për shembull që simbolizon shtetin e Kosovës, dhe e ke vujt një burg ose të kanë vra. E për këtë arsye dhe Ademir Shari uru, nuk ka dosh mu ekspozu shumë në atë kohë, për shkak që ka pas në atë kohë shumë njerëz shpiuna, shumë njerëz që kanë qenë me udhbe në atë kohë, edhe ushtria shërbimtare e Kosovës dhe ka luftu edhe me shtetin serb, po ka luftu edhe brenda me disa individ që kanë qenë bashkëpunëtor shtetit serb në atë kohë. Ajo që natyrisht t'i bën është një vlerë shtuar, ti Esat ke arritur nga sa mbaj mend, unë ke diku rreth 2000
videokaseta, po dhe më shumë është numri? Tash i kam mbi 30.000 orë në qizime. 30.000 orë në qizime. 6.300 kaseta kam pa digitalizu, që janë shirit, që as vetë nuk e di që akon të, për shkak që janë dëmtu, shirit jo kolbë, edhe me post pajise shumë të forta për me bo digitalizimin e tyne. Ti vetë je në fakt i prekur nga lufta, je vlau i dëshmorës, pra... Në Leta Shala. Leta Shalës. Por për të afërmit e tu, ke materiale? Po, e kam... Para luftës kam materiale, edhe ditën kur në më pak pa shku në Shqipëri me morë ormë, dhe me thonë është me një velo të grusë tagjës e ko vesha din. E kam varrimin e motres, komplet, ku duket kufuma, po e kam fotografit që e kam bo forcat sërbe kër i kanë qunë morgën në Prizrenit. Mo fotografin kur pas ranjës. E sa të më ke thënë njëherë se nuk i beson shtetit tonë që të dorëzosh gjitha arkivat. E ke akoma këtë hezitim? Po, normal, mu më kanë bindë këta shteti Kosovë të më prejtë në atë nënës, e deri me sëtë, këta më kanë bindë mu dhe poplin, ta manë që këta janë njerës pandjenja, që nuk interesën fare këtyne e kaluara. Pse me këtë konstatim? Po me pas punu këta për krimet sërbe, pas përfundimit luftës, unë besoj që në venin e tyre, komandantët sëtë që janë hogë, o duh me ka njerës e shtetit sërbë, që kanë bo gjenocid mbi poplin tonë, të pafajshëm. Po më besoj që më spun atyre, ata sëtë janë hogë t'ju dënu padrejtisht. Edhe shpresojmë që në fund të marsit më liru. A ka pasur kërkesa pas kësaj deklarate që të marrin materiale që i kete? A janë zgjuar nga gjumi nga këtë thira jote, apo vazhdojnë jetë njëjtë? Për shtetin e ki fjallin, a? Për shtetin? Po e kom dërzune në Institut Krimet të Luftës, mbi 10 terabaj video të luftës, kom dërzu fotografi, edhe kom dërzu kaseta. Pas njerës më ka përmanë amdja. Përmanë të emre? Jo, po se baja to përmanë, po... Nuk ba me ko buk për mes, apo kuptën. Nëse dikush të ofron diçka, dëshmi, në diçka, edhe pse janë vetë pjesë e ati institutit. Po nga Hagat, kanë kërkuar materiale? Po, i kom dërgu pra një vitin mbi 2.000 orë në qizime, nërpremjet avokatit Hashim Thaçit. Po, ta shku të fundit nuk e kam pranu atë material më shfaq në gjykatën speciale. Arsyeja është që shteti sërbë bende po jep me miliona euro, po investon në gjykatën speciale, zbashku me shtetin rës, edhe për këtë arsye gjykata speciale është shumë e korruptuara, këtë drejtim. Sa ke material nga fronti luftës? Ka shumë në frontet luftës, ka përmi 15.000 orë janë, në qizime cilat i publikoj çdo ditë. Po punë vështirë shumë, do të më morë me digitalizu, me qitë në laptop, me hinë montazh, mi prej aty po me cilat janë për mu publiku, o pak e dhëmshme, sepse janë dikush ka hupë shumë prej familjarëve, edhe kujtën vetëm qatë humbja, po kuptën? A unë jam në lëkurën e gjithve atyre familjarëve që kanë hupë ma dashët e tyre, sepse i kom po gjitha masakrën të Kosovë, me mija herë dhe vazhdoj gjithë ditë mi shiku. Edhe shumë me vështirë. Absolutisht po. Edhe me bindë vetën që me vazhdu tutje, për shkak po me vetronët cilat isha, çdo ditë dhe për shkak shëndetit. Në fakt, ti je shumë aktiv në rrjetet tua sociale dhe shoh se ke bërë shumë, por herën e fundit ka pasur një GoFund për ty. Pse ai GoFund? S'kom dash me lyp pas njëherë ndihmë publike, po tash para 3 dite ka ndruar jetë një mik jemi, një shok jemi, i jetës Behar Topilla, dëshmitari vetëm i masakrave të Shavarinës, edhe ai ma shumë dëmo vdekja tina mu ma shumë më ka shty, sepse ai ka ndru jetë me një bagazh shumë të madh dëshmisë cilën e ka poseduaj mrana në trupën e vetë, shpirtin e vetë, edhe asnjëherë shteti Kosovës nuk u konë gjendje me shku, m'ja morë të pak të një intervist Behar Topillës, edhe kem pashtymu ma shumë me hop një GoFundMe, mi bon disa pajisje dhe kamera, aparata, një drën, e shumë pajisje tjera, që me do në terenën edhe me punu, dhe mo tonë ditën me punu në teren me një ekip timen,
që me morë intervista e dëshmit ndryshme, sepse mbi 90% njerëzve që kanë përjetu luftën, në më nuk i ka mundësia asë njëherë me tërgu realitetin. E ata që kanë tërgu aj 10% që ka folë realitetin, nuk e kanë folë realitetin sa ju ka mundësia, sepse kanë pos pak mundësia ta me folë për përjetimet e tyre, dhuna që ju ka bo atyre, apo humbja e familjarëve tyre. Qëllimi jam është mi siguru këtë pajisje edhe me dalë në teren dhe mos më nalë deri në dëshmitarën e fundit, apo deri në atë person që u debu i fundit nga Kosova. Mos më morë vetëm me masakra, po më morë edhe me dhunime, me debime edhe me ngjarje ndryshme. Sepse të paktën që tashën e mbi 10.000 rasteve që janë të prit mu, që më kanë shku në rrjetin social Facebook që me shku mi intervistu. Edhe nëse e intervistën një person një masakres, si ka qenë dëshmitare se masakres, a i dënë punë, dënë ku. Nuk mund është me mja morë dëshmin atina që shë kanë morë dhe i sëtë me 5 minuta ose 10 minuta. A i dënë orë, dit apo javë, për me shku në fund taman me kompletu atë rrethim apo atë dëshmitina, që një të rrallë me hinë punë dhe shtetit, po me pola njerëzit tjerë. A je nderuar nga shteti Kosovës, të pak të një një medalje? Po tash pa shpeshomna, kush pa nderohet? Njerëz nderohen sëtë që ndoshta nuk e kanë ndoshtë mirën këti venit asë njëherë, nderohen njerëz që ja ka po sherrin popli këtyre njerëzve, edhe për fatë keq nuk nderohen njerëz që punojnë në hakikat për këtë vend. Edhe s'm pengon asë njëherë mu pëse s'm ka nderu mu sa daskush, sepse mu më dërën popli edhe gjoki i atyre që sot në kanë sjellë deri neve. Isat, faleminderit shumë që ishe sot në program për të ndarë me një gjitha ato që kem ledhur ti, ke koleksionuar, mua më vjen keq se shumë prej tyre janë trondice dhe nuk mund të shfaqen për publikun, por sot është edhe dalja e pare UÇK-s, pra në 1997 në Llahush Skënderajt, përpos asaj pamje që është zyrtare ikonike, ka edhe pamje të tjera? Ka njerëzit pamje private, cilat i mbojnë për fat keq që nuk i publikojnë, sepse ka pas shumë kamerat e ditë. Se nuk i publikojnë? Po gjithmonë me shpresën që një ditë do të përfitojnë për këtyne incizimeve. Unë personalisht ju falenderoj juve si televizion, që ma keni dhënë mundësinë, po më jepni mundësinë çdo ditë me qenë pjesë e këtij televizioni për me tregu popullit shqiptar edhe botës ato çfarë kena përjetuar na si popull. Edhe jam shumë falenderues ndaj juve, edhe në çdo kohë, natë apo ditë, unë çdo herë kam përgjigj dhe më thirrës ju, edhe kam i përgjigjën të ardhmen pa marrë parasysh në çfarë thona unë jetoj. Faleminderit shumë me sa që e kaq bashkëpunuar, sepse me të vërtetë këtë që bën ti është diçka shumë e madhe dhe do ta dim vlerën edhe më vonë, por duke ditur që ka kaq shumë pamje të rënda në këto materiale që ke, si po e përballon? Pak problem është me gjumë kam problem shumë, natën, dhe mua gruja më tregon se unë nuk e di, po më dërzu se kam plan, edhe pse tash ku të fundit kam kërcenime edhe matrona prej disa serbëve të cilat janë të më kërcenu mu çdo ditë. Pra, po vazhdojnë, edhe presidenti Vučić është marrë me ty personalisht? Po kom publiku ku të fundit shumë paramilitarë serbë që kanë bo krime në Kosovë, që jetojnë në Kosovë, tash ku të fundit kom arrit me zbulu një rast, përveç rastit të motrës ku mu ka vra, që kom publiku emrin e ati personit Enver Krasniqit për Korishës, që ka organizuat prit, që ka qitë në prit ata ushtarët më të mirët, ku më arrit me zbulu një rast shumë tronë, që do të trënditet populli shumë shpejt, por nuk guxoj me bo publike. Të trënditet populli? Ai person mund me ikë prej këtij vendit. Është shqiptar apo sa? Nuk është shqiptar, po ka një rol të madh shumë në institucionet e Kosovës. Edhe është një person që ka marrë pjesë në një masakër më të madhe në matronën në Kosovë. Dhe i njëjti vazhdon punën në institucionet? I njëjti vazhdon me bë punë në Kosovë, edhe vllavi tina e ka një post shumë të rëndësishëm në Kosovë. A ke dorëzuar materialin në prokurorisë? Jo, unë videon e kam tina
Gjatë luftës, ku e nëqizon vetën ai, e tregon identitetin, tregon gjithë shka, tregon sa shqiptari ka vra, sa pare paguhet, edhe të shumë. S'po vëzoj me hi ma detajisht. E satë, para pak javësh, u këthyë në qarkullim një gjë që mund të ketë ndodhur në Sarajev. Ajo që quhet Sarajeva Safari. Pra ku shtetas të huaj, nga Italia, nga vendet tjera të Bashkimit Evropian, kanë paguar në shumë të majme për shkuar dhe të vrarë civil. A mund të ketë ndodhur një gjë e tillë edhe në luftën e Kosovës? Po, ka pas Kosovë shumë, ka pas Romun, ka pas shumë, ka pas Polak shumë në Kosovë, edhe ka pas Grek. Cilët jenë pagu, dhe me thonë, na kemi në qizime, ku e pranojnë në publikisht. Ata janë paguar të mercenar, por mercenarë për turizëm. Mercenar, për me vrasë civil shqiptarë. Sepse edhe në bost pomjeve të masakrat cilat i posedojnë, ka edhe shumë kufumë që janë vranë me prej snajperëzve të ndryshëm. Pra, prej këtyne mercenarëve. Të njëjtit me snajper kishin vrarë shqiptarët? Po. Çfarë moshash ishin viktimat? Po, ka mosha dhe fëmijë, ka për shembull, kam edhe një bashkëvendastimin, një mëdh vjeçar, për shembull, kam që vra mas fine, prej Llaboshnikit, Shemsel Shani, një mëdh vjeçar, i cili në atë ku u konë t'i që bobës vetë ujë në malë që u konë t'i shkurtu drunë. Po, sepse kështu përshkruhet edhe në hulumtimi që ka për gazetari, që të njëjtit o kanë qenë në varrime, o kanë qenë duke marrë ujë dhe... Edhe e vra për shembull me snajper në bas shpine prej një distancë. A ke menduar ti ta kontaktosh gazetarin në fjalë dhe ta dorëzosh të materiale? Jo. Mbase mund ta bësh? Të shumë, që shkem forcë dhe fuqi. Faleminderit shumë sa që ishe këtu edhe një herë dhe punë të mbarë me Faleminderit për juve dhe urime 28 nëntore. Kënaqësi të kishim. Faleminderit për vimet e ty dhe gjithë shqiptarëve. Ishim bashkë me Esat Shaljen, koleksionues, siç tha, dhe vetë 30.000 orë ishin materialet, apo jo? Dhe kjo është një vlerë shumë e madhe, padyshim. Edhe ku të shikojsh, na pa kamera këna po gjatë luftës, me konë këj bagazh ka që malë, ma mërmaj që është një mërkulli shumë e madhe. Sakt. Edhe një humbje shumë e madhe për shtetin që nuk ka mujtë mi argumentu, mi dokumentu këtë krime, që shna pas dëshirëna. Urojmë shumë që të bëhet një gjë e tillë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve, respekt.